Miq të VIP Magazin, mirë se vini në podcastin me avokatin, ku së bashku me avokatin Eduard Mullaraj do të diskutojmë temat më të nxehta dhe më aktuale në Shqipëri. Sot do të flasim për një ngjarje që ndodhi ditën e djeshme, ku në sallën e gjyqit u vra me armë zjarri gjyqtari i njohur Astrid Kalaja. Avokat, faleminderit shumë për këtë podcast që do zhvillojmë së bashku. Faleminderit. Avokat, a mund na thoni pak se si ka mundësi që erdhëm në këtë pikë ku brenda një salle gjyqi vritet një gjyqtar me armë zjarri? Atëherë, ngjarja e ndodhur dje më datë 6 është një nga ngjarjet më të rënda dhe më alarmuese për politikën shqiptare, sepse vrasja e një gjyqtari brenda në sallën e gjyqit vërteton më së miri të gjithë problematikën që ka sistemi i drejtësisë. Një sistem drejtësie i cili sipas politikanëve është me dy standarde. Kur politikanët goditen në sistemin e drejtësisë, ata lëshojnë llumin ndaj gjyqtarëve. Kur ata janë në mbrojtje të tyre, ata nxjerrin lavdrimin. Problemi i gjykatave dhe problemi i kësaj ngjarje të rëndë ka gati 35 vite që çështja e pronësisë, si një nga çështjet më të nxehta në shoqërinë shqiptare, nuk përgjigjen akoma rehat dhe pavarësisht se shqiptarët janë vrarë dhe për një vijë uji, tash po vrasin dhe gjyqtarit. Pra tregon më së miri se çfarë probleme ka shoqëria shqiptare, por dhe çfarë probleme ka dhe sistemi i drejtësisë. Unë do të thoshe që sistemi i drejtësisë dhe politika e kanë dëmtuar të gjithë jetën sociale dhe shoqërore të Shqipërisë. Pse? Mbyllja e gjykatave, reformimi i gjykatave ishte një nga elementet më domosdoshëm të shoqërisë. Por jo të mbyllen në mënyrë drastike të gjitha gjykatat dhe të kemi sot vetëm një gjykat apeli dhe gjykat lartë, që do të thotë çështjet që shkojnë tash vetëm në gjykat apeli duhet të rinë atje deri në 8 vite, 9 vite dhe pastaj të trajtohen në gjykatën e apelit, dhe nëse gjykata e apelit i rikthehen përsëri shkallëpar, i thonë që 8 vite dhe 8 i thonë 16 vite të presësh, pa vajtur pastaj pa diskutuar dhe 3 shkallë të tjera, që është gjykata e lartë, është gjykata kushtetuese, është gjykata e Strasburgut, dhe këto kanë kohën e tyre pasaj dhe rrisjet e tyre. Në këto kushte dhe ngjarja e ndodhur dje kishte të bënte me çështje pronësie. Pra, ai qytetar, ai shtetas pa u futur fare se kishte të drejtën e pronësisë ta mbronte apo nuk kishte të drejtën e pronësisë. Futja me armë brenda në këtë institucion do të thotë që ai ishte i paramenduar dhe i paragjykuar që kur u nis në Shkodra, që do ta kryente këtë vepër në mënyrën më gjaktote të mundshme. Masat janë një element tjetër i këtyre gjykatave, por unë nuk doja të përqendrohesha fare tek masat parandaluese për ngjarjen, sepse ato i takoi shtetit që t'i marrë masat. Unë doja të trajtoja vetëm problematikën dhe çështjen që më e rëndë fare, që është çështja e pronësisë, sepse neve mbas viteve 90 filluam që të njohim ç'është prona private, dhe mbasi filluam të njohim pronën private, filluam të lidhim jetën me këtë pronë private. Por nuk po gjen rehat, sepse për 35 vjet këtu është bërë një batërdi me çështjet e pronave dhe me vjedhjen e tyre dhe me falsifikimin e këtyre pronave, të cilat një pjesë po i gëzojnë sot si rezultati i një korrupsioni galopant që është në vendin tonë, do të thosha, dhe këto nuk po gjejnë qetësi. Pse? Sepse pronën tënde e fiton dikush i cili me dokumenta falso dhe pak i shkathët me lek e ble gjykatën dhe të merr pronën. Dhe ti ngelesh pa pronë për gjithë jetën. Dhe kjo është mjaft e rëndë dhe nuk ka zgjidhje. Atëherë, ky duke gjetur shpresën e fundit veprën kriminale,
arriti që të kryete një vepër të tillë. Ngjarjet kanë qenë të paralajmëruara, do thosha, sepse ne në vitin 2013 kishim një ngjarje të tillë në Elbasan. Ngjarje të tillë që për arsye nga më të ndryshme të pandeurit brenda në sallën e gjyqit nuk ju shkrep arma. Dhe duke mos ju shkrepur arma, të gjithë shpëtuan dhe iku. Ngjarja kaloi si një ngjarje e rastësishme dhe nuk u diskutua më. Në vitin 2000 kishim prap një rast po të tillë, por që nuk u realizua, dhe kjo ishte në Shkodër, ngjarja ku një i pandeur tentoi të ngulte thikër gjyqtares dhe stafit drejtues atje, me fjalë që ishin stenografja dhe dikush tjetër, dhe pra nuk është marrë asnjë mas për të gjitha këto raste sporadike të shputura, të cilat duhet ishin analizuar nga strukturat e larta të sistemit drejtësisë, qoftë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ose nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ose nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, i cili ka dhe një rol mjaft të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Të gjitha këto ngjarje të ndodhura nuk ishin pak për sistemin e drejtësisë që të bënte një analizë dhe të merrte masat e dhura, ekstreme, për sa i përket sigurisë dhe mbrojtjes të gjyqtarëve, po qoftë edhe të gjithë punonjësve të tjerë, po qoftë edhe neve avokatëve të cilët vemi në procese gjyqësore dhe jemi të pambrojtur. Avokat, ju përmendët pak pjesën e çështjes së pronave në Shqipëri. A kemi statistika realisht sa përqind e proceseve gjyqësore zën çështje që kanë lidhje me pronat? Atëre, dy nga çështjet më të ndjeshme që kanë qenë për këto gati 35 vite, ka qenë çështja e pronës dhe çështja e pensionit. Pse them çështja e pensionit dhe çështja e pronave? Çështja e pronave kishte të bënte sepse për 50 vjet ishte një sistem tjetër i cili e kishte ai të administruar pronën. Mbas viteve 92, kur u prishën të gjitha fermat dhe kooperativat, atëherë u krijuan dhe strukturat, institucionet përkatëse që do shpërndanin dhe pronat e viteve 46 dhe më përpara. Gjë e cila filloi me një korrupsion dhe me një nivel vjedhje në mënyrë më të shprehuar të mundshme. Kjo pastaj filloi që të kalonte në gjykata të gjithë proceset dhe ku njerëzit dhe falsifikonin dokumenta, po dhe nuk merrnin pronën e tyre të cilën e kishin të trashëguar qoftë në partë e tyre, po qoftë edhe ajo e marrë me anë të aktit të marrjes tokës në pronësi, e cila kishte të bënte me çështjet e atyre që kishin punuar në për strukturat bujqësore, siç është kooperativa ose ferma, familjet bujqësore me i fjalë. Dhe këto prona filluan të tjetërsoheshin dhe të vidheshin. Të tjetërsoheshin dhe të vidheshin dhe nuk gjej e drejta në gjykatat shqiptare. Dhe këto zën gati 60% të gjithë proceseve gjyqësore për sa i përket ngarkesës që kanë gjykatat në tërësinë e tyre, dhe kjo 60% që ka të bëjë vetëm me çështjet e pronësisë, që sorollatën qytetarët, ca i sorollat Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me 3 strukturat e veta, qoftë me Agjencinë e Kthimit Kompensimit Pronave, qoftë me Agjencinë e Legalizimit dhe pastaj me Agjencinë e Pajisjes me certifikate pronësisë, që është çështja e Kadastrës Shtetërore. Duke pasur një vështirësi, një sakrificë, duke një lodhje, një stërmundim, një stres, një ngarkesë të jashtëzakonshme nervore dhe psikologjike për këtë punë, qoftë edhe gjykatat pastaj japin atë që është më e mundshmja, që mungesa e shpresës, e cila i ka boshatisur të gjitha zonat tona bujqësore, të fshatrat dhe një pjesë të qyteteve, duke ikur se duke u munduar për mos me gjetur dot drejtësi këtu, kanë gjetur rrugën më të lehtë për t'u larguar. Dhe pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me pjesën e njohjes së vjetërsisë të punë, e cila dhe kjo
ishte një pjesë e jetës të një shtrese të caktuar që vuajtë në kooperativa dhe për ferma, të cilat u dogjën, u shkatruan mbas viteve 90 dhe filluan të pridhin gjykatave për të njohur vjetërsinë në punë, për të gjetur një dëshmitar, për të marrë një letër që kanë punuar në kooperativë, paçka se shteti i kishte të gjithë, e kishte detyrimin ligjor që nëpërmjet legjislacionit të rregullonte edhe këtë mbarvajtje të këtyre qytetarëve, të cilët nuk kishin asgjë në dorë për sa i përket dokumentacionit shtetëror për vjetërsinë në punë, sepse gjithçka e administronte shteti dhe derisa administronte shteti, ata vetë arkivat e shtetit e zgjidhin shumë lehtë të punë, por mënyra e korrupsionit i bëri të gjitha këto që t'i ngarkoheshin gjykatave shqiptare dhe këto gjykata duke pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme, plus edhe me rekrutimin e tyre që ishin me një mungesë për profesionalizmi shumë të cunguar, arritën pasaj që niveli i lartë i korrupsionit, vjedhja dhe blerja e vendimeve gjyqësore. Është rasti i zotit Kalaja dhe pas këtij rasti ajo çfarë u vure në rrjetet sociale në fakt, dhe jo vetëm ishte një lloj aprovimi i ngjarjes që ka ndodhur. Pra, kishte shumë njerëz të cilët thoshin mirja bëri. Pra, kemi ardhur në një shoqëri që këtu justifikohet vrasja. Avokat pas 25 vitesh, a mendoni që sistemi i drejtësisë e konkretisht gjykatat kanë dështuar në misionin e tyre për të dhënë drejtësi? Unë do të thosha që sistemi i drejtësisë tek neve lë mjaft për të dëshiruar, dhe një nga goditjet e para që mori sistemi i drejtësisë për pastrimin e saj dhe vetë pastrimin e saj, kishte bënte me ligjin e vettingut me pastrimin, e cila vërtetoi mjaft mirë që një pjesë e gjyqtarëve ishin pa aftë dhe një pjesë nuk justifikonin dot atë pasuri baramendse që kishin. Mirë po, ligji i vettingut u la për gjysmë dhe politika është përgjegjëse kryesore e kësaj, sepse politika ishte ajo që duhet ta rregullonte dhe ligjin e vettingut, ku këta gjyqtarë, prokurorë të cilët dolën nga rallët nga sistemi i drejtësisë, ta nuk duhet të futeshin ke ligji i avokatisë. Kjo ishte krimi më i madh që i bëri sistemi të drejtësisë dhe futja e të gjithë këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve që dolën, sepse këta dolën si të paaftë nga sistemi i drejtësisë, atëherë u futën në radhët e avokatisë për ta njollosur dhe ta bërllosur dhe avokatin, ashtu siç i njollosën dhe përdosën edhe sistemin e drejtësisë me anë të rishfeteve të tyre të marra, me anë të pasurive të tyre maramendse dhe me intrigat dhe me manipulimet që ata bënin. Sistemi i drejtësisë kuptohet që çalon akoma, sepse edhe niveli i shkollës magjistraturës është i dobët akoma. Ne jemi një shtet i vogël dhe duke qenë një popull i vogël, njihemi të gjithë njëri me tjetrin dhe ndërhyrjet akoma vazhdojnë dhe funksionojnë, që djali i filanit dhe vajza e filanit dhe filanës të shkojnë dhe të futen në rallët e gjyqësorit. Duke futur në rallët e gjyqësorit, vazhdojnë përsëri të njëjtat hapa dhe mendime, sepse duke parë gjyqësorin si mjetin e mirë për të pasuruar dhe për të fituar, ata tentuan që të fusin fëmijët e tyre në këtë sistem me qëllim që të bëjnë një jetë sa më luksoze, sa më moderne, pa derrur djersë dhe gjak. Do të thosha pa derrur djersë dhe gjak, sepse shoh që edhe në shumë media shqiptare, ata prokurorë dhe gjyqtarë të cilët i ka hequr sistemi i drejtësisë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit që ata kanë kryer kur kanë në punën e tyre të përditshme, sepse nuk kanë pasur mundësi të justifikonin pasuritë e tyre, dalin nëpër media dhe na japin mendime si profesionistë dhe si specialistë. Kjo është një nga ato fenomene të shoqërisë tonë, të cilat neve atë që ka njollosur sistemin e drejtësisë, ne marrim sot dhe e vëmë në krye edhe i marrim mendime si një profesionist
ndërkohë që ne kemi shumë element të ndershëm, prokuror dhe gjyqtar të cilët mund të merren nëpër media, të pyeten, mund të bëhen panele për të diskutuar për problematikën dhe plagët që ka sistemi i drejtësisë dhe për të riparuar ato plagë dhe ato mangësi që ka ky sistem. Por nuk ka si ndodhi ndryshe nëse ne thresim nëpër panele prokuror të cilët i ka hequr sistemi i drejtësisë ose gjyqtar që i ka hequr sistemi i drejtësisë dhe i marrim për mendime, do të thotë që mendimi i një komisioni kolegjial që ka vendosur për shkarkimin e tij për mos justifikim të pasurisë, ja legalizojmë në një mënyrë ose në një tjetër, duke i thënë që ky që ka shumë i Zoti, i cili dhe pse ka vjedhur ose ka shpërdoruar karrigen e pushtetit, ai përsëri del në media dhe është më i miri për neve. Kjo nuk ndodh në botën perëndimore. Ai që është i ndëshkuar nga sistemi nuk mund të dalë të japi mendime profesionale. Është skandaloze. Avokat, a mund të quhet drejtësi në momentin që një i moshuar pret gati 7 vjet për të marrë një vendim gjyqi për njërin e pensionit të tij dhe ai e merr vetëm kur vdes mbyll syt? Atëherë, ashtu siç thash edhe në fillim që ngarkesat e gjykatave kanë qenë më të ngarkuara, kanë qenë në dy fenomene ose në dy fusha, në fushën e njohjes të pronësisë dhe në fushën e njohjes së vjetërsisë në punë. Këto dy problematika, për sa i përket çështjes së vjetërsisë në punë, unë kam pas edhe vetë një rast të tillë ku një qytetar i cili e filloi procesin gjyqësor për njohjen e vjetërsisë të punë në vitin 2013 dhe ndroi jetë i ziu dhe nuk e fitoi gjyqin gjykat lart, por nuk mori pensionin, se ndroi jetë. Nuk e përfitoi dot pensionin, jetonte me ndihmën që i jepshin vëllezërit e tij në pamundësi për të marrë atë pension që i takonte dhe të jetonte me një dignitet. Kjo është plagë e sistemit drejtësisë dhe korrupsionit të sistemit drejtësisë, e cila donte edhe ajo që të merrte një përfitim për të dhënë një të drejtë, sepse unë kam procese gjyqësore qoftë të Korç, qoftë të Pogradec, ku persona që kanë punuar në kooperativë bujqësore, persona që kanë punuar infermier në kooperativën bujqësore, sepse i mbulonte kooperativa bujqësore, nuk kanë arritur të marrin pensionin, sepse nuk ishin në gjendje që të gjenin 2-3 veta, se i donte gjykata 2-3 veta, për shkak se arkiva e shtetit i ka të gjitha për sa i përket vjetërsisë të punë dhe për t'i dhënë një pension qoftë edhe minimal, që ishte 8.700 lekë, ose 4.700 lekë, që ishte turp faqezes, për të marrë një pension, sepse me 4.700 lekë pra të reja nuk mund të mbyllësh muajin një person i cili ka punuar 30 ditë në kooperativë ose në fermë. Këto kanë qenë ngarkesat më të lodhshme, më stresuese dhe më të rëndat që kanë pasur gjykata dhe vazhdojnë të kenë gjykatat shqiptare. Avokat, a ishte projektimi ose vëmendja shumë e shtuar qoftë e politikës, qoftë e qytetarëve, qoftë e medias, në proceset që ndiqte SPAK-u dhe GKK-ja, një dëm në thonjza që u bë drejtësisë së njerëzve të thjeshtë, pra duke u fokusuar më shumë tek një përqindje shumë e vogël që SPAK-u dhe GKK-ja gjykojnë, pra funksionarët e lartë të shtetit, e ndërkohë po ashtu media, po ashtu politika e la në harres njeriun e thjeshtë, gjyqjet e njerëzve të cilët kalojnë mbi 10 vjet ende në përdyrje të gjykatave dhe nuk marrin një vendim. Pra, a mendoni që reforma në drejtësi edhe fokusi që dha shumë ndaj SPAK-ut dhe GKK-s ishte një lloj, po themi, negativiteti për gjithë sistemin e drejtësisë? Atëherë, për sa i përket gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale e cila u çel me vettingur në shtetin shqiptar, ishte një anë pozitive, por
duke i dhënë përqendrimin kryesor politika kësaj, pa çka se problematikat e shoqërisë tonë janë mjaft të rënda, i la pas dore me qëllim gjykatat e tjera që t'i shohësh janë për gjuna të Zotit, kur i thonë, ndërtesat e tyre janë për faqe zezë, një pjesë e gjykatave janë për faqe zezë. Dhe kjo është përsëri përgjegjësi e politikës. Pse? Sepse politika po të donte ndërtonte objekte për gjykatat, objekte moderne, objekte të shkëlqyera, të cilat t'ishin edhe me dinjitet qo për gjyqtarin, qo për prokurorin, qo për avokatin, po qofte për qytetarin që vetë të kërkoj një të drejtë në këto godina. Por godina tona lën mjaft për të dëshiruar duke i parë që nga paraqitja e jashtme dhe jo më pasaj nga brendësia e tyre. Politika nuk është kujdesur asnjëherë për sistemin e drejtësisë, përveç atij vettingut që bëri dhe nxjerrjes e një pjesë të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve për sa i përket pastrimit në radhët e saj, asgjë tjetër nuk bëri, i mbylli gjykatrat në për shumë rrethe, e la populli në mëshirë që të brithe në për rrugët e Shqipërisë për të kërkuar një të drejtë duke pritur me vite të tëra që ai të humbte shpresën dhe mos ta kërkonte më atë të drejtë, dhe e treta pasaj mbyllja e gjykatave dhe sorollatja e qytetarëve tregoi më së miri se sa të interesuar dhe sa të dëshiruar është politika për të patur një sistem drejtësie modern. Për të patur një sistem drejtësie duhet të filluar që nga veshja e jashtme, që nga paraqitja e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, që nga godina në cilën ata do t'japin drejtësi, që nga ato ambiente ku ata do të futen, qoftë qytetari, qoftë prokurori, qoftë gjyqtari, qoftë avokati, janë mjaft të dobta. Kjo tregon sepse politika nuk e donte sistemin e drejtësisë. Dhe kjo është një këmbane madhe sot, mbas kësaj vrasje besoj se sado pak do ndërgjegjësohet politika për të bërë një shkundje në veten e saj, për të bërë një shkundje qoftë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, qoftë Këshilli i Lartë Gjyqësor, me qëllim për të bërë një analizë të thellë Ministria e Drejtësisë në të gjithë spektrin e saj dhe për të dalë pastaj me një nismë qoftë revolucionare, kur i thonë, për të bërë një aksion qoftë për godinat e reja të sistemit drejtësisë, po qoftë edhe për një disiplinim sa do të mundshëm qoftë të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pse them edhe për një disiplinim të këtyre, sepse mund t'i shohësh që nga paraqitja e jashtme një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo tregon dhe nivelin e tyre kulturor pasaj. Kur i shef, ca i shef si gangster dhe ca i shef si për gjuna. Ndërsa shumë pak mund t'i shohësh që t'i shohësh me një veshje serioze si që i shef në botën perëndimore, qoftë gjyqtari, qoftë prokurori. Kjo pasaj është e lidhur dhe me kulturën tonë të përgjithshme që neve kur nuk na vjen mirë dhe nuk fillojmë dhe shajmë prokurorin dhe gjyqtarin duke shfrytzuar postin e politikës, dhe kur nuk lëm gjë pashar dhe këtu jo më larg se dje në mëngjes, kryetari i Partisë Demokratike nuk i la gjë pashar gjyqtarëve dhe prokurorëve të krimeve të rënda, dhe nga krau tjetër pastaj po në orën 12 kur ndodhi vrasja, filloi të përbetohej për sistemin e drejtësisë dhe të fliste pastaj për atë gjyqtar të mirë, gjoja që humbi jetën, ai ishte një baba, la 3 fëmijë rrugëve tashi, dhe kjo gjë do të harrohet shumë shpejt sipas kulturës dhe politikës shqiptare. Por kryesorja, mbi kryesoret është ndërtimi i objekteve të reja, ashtu siç e ka Korça objektin të re dhe modern, duhet të kenë edhe Tirana, duhet të ketë edhe Durrësi, por nuk e do politika, nuk e do sistemin e drejtësisë, sepse duke qenë vetë me plagë mjaft të rënda vetë politika,
ka frikë se bie në rjetën e sistemit drejtësisë dhe i del jashtë kontrollit sistemit drejtësisë. Në këto kushte më mirë duke e mbajtur në mënyrë primitive, qoftë në përsallat e gjyqit, po qoftë edhe në objektet që janë dhe e mban të shtypur se sa ta lërë të lirë, se po e la të lirë, do t'i dalë jashtë kontrollit dhe nuk do ta ketë më për veten e saj politika. Kështu që përqendrimi më tepër tek SPAK-u, tek prokuroria speciale dhe tek gjykata speciale dhe ajo ka problematikën e vet, pastaj sepse dhe ata i kemi parë sikur janë të nënës dhe gjykatat e tjera i kemi parë sikur janë të njerëkës, sepse janë përqendruar më tepër tek këto ngjarjet e rënda që kanë ndodhur jashtë të krimi organizuar të këtyre qytetarëve tanë të cilët kanë ikur jashtë dhe merren me element të vepra penale mjaft të rënda dhe kanë lënë në mëshirë të fatit të gjithë problematikën e vendit tonë ku vidhet në mënyrë të tmerrshme prona, ku falsifikohet në mënyrë të tmerrshme prona dhe ku nuk e gëzon dot pronën dhe ai që ka, sepse ka frikë se nesër mund të gdhihet pa pronë. Sepse të tilla i kemi dhe një pjesë e strukturave të institucioneve shqiptare, siç është Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit juve.